protestën e fundit që bëm tek Ministria e Bujqësisë për çështjen e kontratave dhe gjendjen e liçenit të Butrintit, dakordsua me ministrinë që do uleshim në tavolinë dhe do na jepë një përgjigje ligjore në lidhje me kontratat për përdorimin e implanteve të kultivimit të midis në liçenin e Butrintit. Sot na i tregojnë që s'është përgjegjësia jonë, është përgjegjësia e Ministrisë së Ekonomisë. Nëse e ka Ministria e Ekonomisë, jemi gati ta ndjekim të gjithë procedurën deri në finalizimin e kontratave të reja, por kemi 3 vite pa kontrata, na ligjëroni, na i shtyni në afat to kontrata që kemi aktualisht. Erdhëm para 10 ditësh, na thanë do vish për datën 8 prill, orën 12. Erdhëm këtu, na thanë do ne të përcjellim tek Ministria e Ekonomisë se nuk kemi të drejtë ne që t'u japim kontratat, se kanë kaluar nga Ministria e Bujqësisë tek Ministria e Ekonomisë. Neve në qoftë se nuk na japin një rrugë zgjidhje, ne këtu do rrim, do bëjmë grevurie. Duam të dimë çfarë do u japim konsumatorët, ne po vazhdojmë të prodhojmë, po jemi të palishëm, duam të ligjërohemi, ta certifikojmë produktin dhe ta nxjerrim në treg.